Ndihen të izoluar në ditë me rreshtje shiu banorët e bllokut të banimit përtej linjës rregullore, zonat e stacionit trenit në rrugën Markndov. Niveli i ujit arrin deri në 50 cm, një histori e gjatë që vazhdon të mosmarrjen zgjidhje nga Bashkia e Shkodër dhe në ditët e sotme, thot njëri nga banorët Det Ndreu. I kjo rruga sa 35 vjet i shto. Edhe na ka dhënë shumë premtime as kurkush. I kjo rrugë premtime si kanë dhënë, ka pas dieto, më falë. Një të përshë për shpiti të ka kanë zjarët të muj. Ne ka pason këtojë i bashkisë takim, e s'na ka taku muj edhe i kojshi tu. S'na ka taku hiq. Për mua faqja zezë. Vinë më prishin avollijat, prishin shpijave që hapin rrugën. Shpinë të më të prishin porën. Se jam të 75 vjetë i to. Të prishin porën, më sa problem, të prishin. Anë në objekt të prishin. Rrugat, e kam nipin 13 mush, s'mund të litu me ikë të farmaci, tërpë. Ndreu thot si i kanë vazhduar dhe i vazhdojnë kërkesat për insistim në bashki për gjendjen e kësaj rruge, por nuk janë të mirë pritur. Bashki këna kanë me një thonë frangjokli tu, na ka thonë takoj, na ka na i bërëja esni rrugës. I to kanë qitë tonë shpinë qitje, to në kanë qitë me ikë për i to, vetë për i rrugës. I kjo burë e ka shtruhe, shefet e ka shtruhe prapa ujë. Na thonë më zotë një, s'ke vend tu, na gjenë vend tjetë 35 vjetë ujë, drita. Më kanë gatru bjamen, mjamen, ka paguj 20.000 lekë për shdo muj drita, ujtë e paguj si rregullisht, ujtë s'kam kur vje shtetit, i kam liberizat me anë, faqja zeza është. Në këtë zonë ankesa kanë dhe ndaj OSHE-s për sa i përket gjendjes së rrjetit elektrik në afërsi të shtëpive. Kam nuk kërënjët e më e shpis, kam shkuja më në kuët të OSHE-ja të pazoj e vjetër, e më ka thonë, ka pruj punëtor, e hjek t'jekun, e kise këtë hjekun, më kalon një ashtu, ka ba mosë, më ka ma e tonës, e kam godit vetë. Në këtë zonë informale janë qindra shtëpi të ndërtuara pas viteve 1991, kërkesa kryesore të banorëve kanë qenë dhe mbeten ndërtimi i rrugës së brendshme dhe vënia në funksion e rrjetit të ujësjellësit, i shtruar vite më parë, por ende i papërfunduar.